pika 2 e rendit të ditës kemi konfirmimin e listës së kandidatëve, të cilët kanë aplikuar për prokuror të shtetit, duke qenë se unë jam një herët edhe kryesues i panelit vlerësues në këtë proces, ju njoftoj se kemi pranuar 5 aplikacione nga kandidatët si në vjem. Adhe Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipton Fazliu dhe Zenullah Gashi. Ndërsa me post nuk kemi pranuar asnjë aplikacion. Fillimisht sekretariati, duke u bazuar në nenin 8 paragrafi 1 dhe 2 të rregullorës 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurive të Republikës së Kosovës, ka rishikuar materialet e pranuara nga secili aplikues për të përcaktuar nëse kanë plotësuar kriteret e kërkuara me rregullore për të konsideruar formalisht si kandidat për këtë pozitë. Si dhe pastaj sekretariati po ashtu i ka dorëzuar pra panelit vlerësues edhe listën e kandidatëve për shqyrtim dhe konfirmim. Paneli vlerësues me datë 17 qershor 2026 ka shqyrtuar aplikacionet e këtyre kandidatëve së bashku me dokumentacionin e siguruar nga sekretariati lidhur me plotësimin e kriterëve sipas rregullorës në fuqi, ku në këtë takim janë ftuar për monitorim përfaqësuesit e mediave, shoqërisë civile, si dhe partnerët tanë ndërkombëtar. Pas shqyrtimit të aplikacioneve, paneli vlerësues për emërimin e kryeprokurorit të shtetit ka vlerësuar se të gjithë kandidatët, pra që të 50 i plotësojnë kriteret e kërkuara sipas rregullorës 07/2024. Andaj lista e këtyre kandidatëve bazuar në nenin 8, paragrafi 7 dhe 8 të rregullorës numër 07/2024 i është proceduar Këshillit për konfirmim të statusit të këtyre kandidatëve, të cilët, siç e thash, edhe i kanë plotësuar kriteret për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Si dhe po ashtu, është do të thonë obligu sekretariati që koncept dokumentet e kandidatëve po ashtu ti publikoj edhe në web faqe zyrtare të Këshillit Prokurorit të Kosovës, pasi që të njëjtit të konfirmohen edhe nga ky këshill sot. A ka dikush që dëshiron ta marrë fjalën? Nëse jo, e vendosim në votim. Kush është për miratimin e kandidaturës të këtyre kandidatëve? Ka 2, 3, 5, 6 vota për. Kush është kundër? Ne kemi kundër. Abstenim nuk ka. Atëherë konstatoj se Këshilli me 6 vota për, 1 kundër dhe asnjë abstenim e konfirmon statusin e kandidatëve për pozitën e kryeprokurorit të shtetit, si dhe obligohet sekretariati që të publikojë koncept dokumentet e këtyre kandidatëve në web faqe brenda fatit ligjor ashtu siç parashihet edhe me rregullore.